Se di si ja koloni ju për Ramazan, ama unë qametin e zi jëm të hekë. Dita e gjatë ma sa s'dihet, po e në nëzefat shumë. Këj nëzefti ma vështrison pak ma shumë. E në interesant vajnë një sent me shumë njerës për Ramazan. 3 ditët e para të Ramazanit, abe nuk ka qare pa me njaut njëtat muhabete gjdo vjetë. Që, shkoj i bekaumi usas. E në zakonisht, njëtët muhabete i njëm prej do matë vjetrive, për do pleqve ose do plakave, gjithë duke në kështë pak ma esnafe. Ka njerë e thëmë, këto asahat nuk mbajnë ndorë, a kalendarë s'kanë shpajnë. 3 ditë sa kanë e së Ramazani, ki dhe të shkoj i bekaumi, a në 27 ditë kanë me. Se shpesh të japin atë përshtypjen se janë njerës që hala funksionojnë me djellë, e në kohën e matin në basë tjes djellit. A datat si din e në ma hiqë, se datën e matin me hanë. Muhabeti këtinive, kur kalzojnë për dënjësena, disi ashtë, kur e kalzojnë një njarit vetën, kështan. Kur kemi bënë darës, mën, ishte hane e plot, 15. Këto nuk din datat përmendin se ishte data 3, ishte 22, ishte 17. Orientimi këtine është hana e plot 15, e në hana ishte në sasmit. Këtë muhabetet lidhin që këshon. Vetëm këto didata i kanë brenda mujtë, qëto tipa njerëzish. E në si vjetë, sa nejsi Ramazani, a më s'kishtë një ditë radit sa kishtë nejsi. E në gjë njoni tha, që shkoj tha i bekaumi u sas. Paramendoni unë halas kisha nejsi ta gjinoj, se kisha pak probleme shëndetësore që një ditë radit e para, e në me mze pak e mora vetin, e në janejsa, thash që janejsi pak të mbaj Ramazanin, e në bashkë që kujtoasha si dhe mbajen e 27 ditë qera, nuk i disha si dhe me shëndet, se veç 3 ditë kishin kalau. Aj mu më thët, shkoj i bekaumi. Nejsa të mendoj njerë, thash, që vërtet, i duket shkurt këti tipit e 27 ditë qera, gjëkan beta gjë puna. Tu e pa atë, sa plak, e në tu me ndau, sa shkurt i duken, tu nejs tu mu këput kamat mu. Tu mu këput kamat se mu dukte se shumë i gjatë e në shumë nëzefa duje se që shki vjetë. Njeri më demoralizoj ketë për temeli. A di si mu duk viti? Shumë i dobat mu duk viti nga të ati. E në pse shumë ma i ri saj. Ma vonë, tu nejtë në tu me ndau. Thash jobe, për s'ka shansë beti duke qaq letë. Po këto plesht, ashtu mendojnë këto. Këto mendojnë se me fuel në atë mënyrë, se shumë leje që shkoj, ma se va për që ashtu. Oni se e rinjsh vetë vitin. Temperatura 4.1, vlon toka për nëzeftit, plaku këthet pjare të punau në qëtë nëzefat, e në prapë më thët mu, ja be hitë si jam të endaj. Paramendoni, kalzon të një maj më shamë se une, tha para, halis mati, para 3-4 vjetë, unë greshim të hamë së fyrë, tha, në thëshin pleqt, gjyshit ose gjyshet, pleqt, plakat. Nja nana, hajni pak ma shumë krejp, se nesër që pajet pak ma shumë uj, se ma se va, po shkure bësh Ramazanin shumë, kur mundu është ma shumë. Paramendoni be qëfar muhabetesh, qëfar destruktiviteti, qëfar keq interpretimi të fejas. Sa ma shumë që mundu është vitin, qaq ma se va apkana. Kur të marrësh të lexosh atë librin e shenjtë, thot lexo, mëso, që t'jesh ma i ngritur, ma i ditur, që t'ja lehtësosh jetën vetes e në shoqërisë nëse je ma i ditur. A shef çfarë interpretimi i bëjmë ne? Prap se prap. E në me kitë këto naivitetet, a di që më pëlqen të ne? Më pëlqen se e kemi rujt një farë tradite drejt fetare pi përpara, nuk e kemi ndrau hiq. Kur i shof do pjen një maton, do të Iraku të ndej, me do zingjira ka shpena të selë, vape. Tu i rap vetë ka shpena e të u bo masakër për kot të e kot, prapë thëmë ndasht këto tonë që kanë hangër qatë shumë krep, e ne kanë mundau vitin qatë shumë, bile si ka pa kërkushi se di që më përuj. Mbrenda ditës. Për viti e kanë bojnë e mendva kanë bojnë. Po kur i shof ato atë gjihekën, këto ja kanë bo shërin vitit, nash, që, ndronë koha pak, ndronë mentaliteti, nejsi njërzit pak ti, kanë nejse,
Kanë të ikin krepas pak për Ramazan, se e din se ma vonë që ajo krepa do vështirësue këtë ditë në agjerimit, jam vetë disa, i kanë hik. Ama ati në agje, hala sot e këtë ditë selin, ka shpejnë në më të zingjira. Që kjo hala ma keq. Para 2 ditëve, e të kova një hoqë. Kemi një farë muhabeti, kështu e ne, po bisedojmë bashkë për qëta tema, i thëmë, o gjam, abe mu më duke të thash se rinia jonë ka ndrishau shumë. Shumë në kuptimin e merë të fjallës, thash, në aspektin fetar, abo pak ma besimtarje mbo, ma e mbajnë feje, na? I kupton sendet ma ndrejshe, ma konkret. Nuk ha krep, thash, kote kote, si për para ta maltretoj vitin se ju. Po, hoxha tha, po që ashtë on? Po, thash, ishe? Tha, krep nuk ha ma, po, e në nuk e maltreton vitin, tha, ama në besimin e ka ullë shumë po ashtë. Thash, pse? Tha, hajde në gjamaj një natë, hajde në taravaj e në dojë shofësh. Mbas andi, tha, mbas taravaj do dalim dë hungjën e në do bisedojmë. Pak e në mu mi fugi lafe, thash, e diktova se nuk shushëm shpesh në gjamaj, thash, më ka pa se mongojnë e pele, thash, ku do dalim e selja. Nej, se e bona njetë, shkova një natë në gjamaj, sa do himrena, kur dhe e shofë, gjitha e gjamaj, 12 vejet falen atë. E në ato 12 veta, as njoni me qetëri njësoj. Nuk ishtë si përpara, mon gjamaj, kur shkoshim si fmi, 300 besimtar të u falë ataj, 37 safe, ushtri, ketë njësoj, rap, 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 rap. Kishte lezet përpara. Shtahi 12 veta ketë në gjamaj, 3 veta komët qelë, 3 veta më shilë, një 3 veta qërë durët e kanë grajnë tërmo, kur njoni me qetëri njësoj nuk u falëshim. Unë bëllë pak i harlisët se mati s'kisha shku në gjamajnë, e sa hinat e dera më kapi pak një farë emocioni, më kujtau sa shumë këm shku, shteni thash, më ka marrë jetë dunjaja për para, jem të haraun e të shkoj. U to vaket, tu i pa ato. A ka që ti marrë mas pak, as njoni me qetëri njësoj. Nejse, më barau me të falmen, dulem për jashta, prapo takova me hoxën. Se e lam, tha, hajtë në gjamaj, më rapa të folim. Tha, qëfar pa e? Tha, hoxha, si sefte, shumë pak njerëzve thash në gjamaj. Nuk ishte si për para që u mbush të gjamaja. Si e dyta, e në ju thash një bon si këto partit politike. Ka një përqa, ketë ka një bon, basharet. Bash thash më ranë saj, nejse mos jazon jemnin, po baba falet ndreshe, thash, gjalli falet ndreshe, gjobe kje bon. Qëfar ka një bon, thash, qo, e në unë se një më të marrë vesh. E po tha, ju tri, tha, keni ndryshau, në të pjeqët, tha, qëta imi. Ne imi të mbaj, tha, tradicionale, në bres pas brezi. Ju tri, tha, keni nejsë të mësojnë të falë një pites efte për zditi. Vajnë, tha, do pi për jashtë, ne ka nejsë të mësojnë si falet ndreshe, se dhe me këne shtaj hitës, se pa imi pas në rent. Nejse, thash, kjo më ranë saj se s'kishtë përpara kështon, përpara këtë njësoj e qëshim, po kjo e dita, thash, ma e keqe, shumë pak njerëz bëjoq, thash, në gjamaj. Hoxha tha, a e dish pëse? Thash, që di, ku e di? Hape tha pak Facebookin frek qëta në telefon. E qita telefonin e hapa Facebookin. Hece tha pak. Po hecim pak me kishte posh, vërth. Shefi tha këtë postimin. Po hecim po i shohëm, të ditë bashkë. A e shef tha sa luqe i bohen Allahit në Facebook. Thash, po be në. Po ku ke pabe, tha taj ti lutesh Zotit në përmjet Facebookit. Veç të ne, tha të ndohës kjo. E na tha të jutrit, që mendojmë se jeni pak ma të vetëdishëm, pak i kuptojnë i sendet. Ne, tha, vërtet kemi hangër shumë krep për para pipi nej vlekit. Po Zotit, tha, na i falti shala se vetëm tonë, tha, kemi maltretau. Vetëm se kemi bo që dirë, jo tjerve. Ama lutje, tha, kemi bo si duhet. I kemi bo, tha, në gjamaj, ate ku bohen. Ate ku meditohet. Ku lidhesh, tha, ma merë me Zotit, dhe o shpaj e Zotit. Me qëtë na i vlekin tonë, tha, pa shkoll, pa arsim, pa kur gjonë, tha, pas njësin, prap, tha, ma në regullë se ju e kemi qohë. Ju, kurse generatat e reja, tha, generatat fakulteteve, generatat studimeve, po për ju shta nuk kemi prejt be kësha budalaleke? Ta shqipe, bashta budalaleke.
Ku ke pa, tha nëpërmjet Facebookit, ti lutesh Zotit. Tu kujtau, thash, një me qashtanë. Nuk ka faj hoxha. Kur shkova në xhamaj, shumica pjatinve, 12 vjetëve që ishin në xhamaj, ishin bura 65, 85 vjeç. Kejt tipa që s'kan Facebook, që s'an lutën nëpërmjet Facebookit, kanë ardhur në xhamaj të falen, se çata ide e bojnë. Kejt çato qera që duhet të jenë në xhamaj, kejt kishin qitë kanë një status në Facebook. Paramendoni, nuk vajnë të falet ataj në Facebook, statuse në lutën. A dini si, brenda një ditëve, po ta hapësh Facebookin, mas paki i gjen një 10 profile që kanë postau foto me bebet posalindura. Nuk ka shansa më shofësh. Fotoja bebes ataj, e në komenti ataj i mbaj foto. Falënderit shumë Zoti i Madh që na fale këtë fëmijë. Falënder shumë o Zoti i Madh që na gëzove vajzën tonë dashurien që ishte pa vlla. Prej sot edhe ajo është me vlla si këtë vajza tjera. Kurse një me këtë vajza tjera kanë vllazën, po veç kjo pa kanë pa vlla, që të u bëjnë kjo me vlla. Kot te kot muhabet. Paramendoni sa na lajmërojnë pinë spital, se na ka lind fëmijë. Në atë moment, drejt telefonin e qesëm, e presim sa do dale gruja pisalet e qesën ata matë krevetin, drejt një foto që bojmë bebes, e ne ta postojmë Facebook frek e frek, me gjithat atë tekstin standard nartë. A hipokrizia ma e madhe, kur dhe i lexojsh komentet e miqve ma vonë. 99% komenteve janë, au burhan shumë fëmijë i dashur, au burhan shumë fëmijë i bukur, mashallah mos e marrë mësysh. A shqyqare të rijen për para fteres. Po qarë fëmijë i bukur kur kretë bebet njësoj janë. Ka e bone të dalimin me fëmijë tjerë me bebe tjera se kikona ma i bukur, kur kretë njësoj. Plus kur i shef ka ftera të bebet e ngrata, ke një fterën e kuqe all. Ato sajt e mshel, as nuk shofën. Krejt njerëzit e mdhi kanë qese kësho ndërsy, ajen, kësho me kalimin e moshës, a bebet përmendoni sajt i kanë tajt me këto përcipër. Këtë pjesën këto. Si bretkoa sa më duke në shpesh. Qëto 4-5 ditë e pare, sa lindin. Deri sa të fillojnë pak ta marrën një farform ndalusë, kur adaptohen pak me këtë botën tjetër. A kur i lexon komentet, qaq të mejra që duken, jetu me ndau se janë komente për du një fëmijë maturanti, që ato sa gjimnazin. Au sa i bukur, au qëfar fëmijë i lezetshëm, au qëfar muhabet koti, pa lidhje. Veç për që aboa qefi njerit kot, të e rejt. A kulmi i krejt këti manipulimi, është me do postimet disa tipave, kur kërkojnë t'i grumbullojnë 1000 apo 1370 lajka në emër të Allahut. Njëj atil, për atë disa ditëve mërë në Facebook. Ta grumbullojmë, thët, 1000 lajke në emër të Allahut. Qa shefnja? Qa? Ti grumbullojmë, të mblidhemi ti grumbullojmë 1000 lajke në emër të Allahut. Paramendonin qëfar idioti, qëfar matrapazi, qëfar nënçmusi i fejes e në i Zotit. Ja kalzoj këtë hoqës në telefonin, edhe hoqa më pajtën tha, te qëfar bone? Aja bone tha like. Nësin hoqa talet me mu. Thash jo vala. Veç një koment ja shkrujta. Qëfar komente tha i shkrujte? Po thash, njëk ton. Dhe me kati si i kom thonë, njëk ton. Une ti boj vetë 5000 like për Allahun. Sepse 5000 friend se i kom Facebook. Hitë së është problem. A 1000 like sa kërkuan të unë për 10 minuta, thash t'i boj. Po problem e kom se s'kom kata informoj, thash Zotin se ja kom bo 5000 like për atë, në mën të ati. Se nuk e kom friends, thash në Facebook. A mundi shta shtajta, diqish ta shta ndreqish ta njëftojsh, se unë ja kom grumbullau 5000 like, ataj ki kontribau në këtë njoftimin. Pele thash mos po marrëm do një sevap, të ditë njosh. Si që a bojmë, thash, se unë s'kom kontakt me Zotin në përmet Facebookit. Hup mëre idiot, thash. Hup mëre pis, thash, shqip, bon do një punë të hajrit për vitja, për shoqnin, mos më lidh like-en e për Facebook në mën të Allahit. Po s'ka be nevoj, thash, Allah i për like-et e Facebookit to ambe. Dola pak për vetë vitit, i thëm hoxhës, hoxha, pak thash e rëndova se se ne kontrollova vitin. Në atë situatë, kur e pash sa ignoranta. A të që më tha hoxha,
Tha pak e pas ke rëndau. Shami edukon këne kalzau me këtë. Po më mbas tha, s'ke thane qëfar të bësh. Ju tha matrit, keni nejs të aplikoni, tha një farë besimi tjetër. Ini tu na qëdit, tha e neve. Sënimi të ju marë vesh, tha as ne hoxalarët juve. Ju besimin ma shumë, tha munduani të kalzojni tjerve me pamje, se si dukeni, si vesheni, se sa dhe retni mjekrena ma shumë ma pak, të kalzau regullajnë ataj. A hiq ta se keni të rëndësishme, a që është ma esenciale. Besimin shpirtëror, dhe ajo që është ma e rëndësishme, tha në islam, sjellja juj në shoqëri konform normave fetare. Fundit, tha hoxha, për atë ekziston, tha feja. Kushtetu, tha, ose regulore se si të sillemi me njëri tjetrin. Shumë e thjeshta, nuk e di pse e komplikoni. Ju tha gjithë ditën në për Facebook të postu lutje, a në për rrugë, tha, as një farsjelje hiq, tha, nuk e një të kalzau. Punë, tha, i kini ketë kontra pi fjalëve në Facebook, tha, që i postone. Tha, shohët qashtan, s'kam që të bëjë, tha, qashtan imi. Bile, thash, një 2 vjetë, para një 2 vjetëve, më këputën do farë muslimanës të më që do mesazhe në telefon, të tipit, leshoje këtë mesazh, ose përcile këtë mesazh 13 herë personave, miqve tu. Edhat, në afat sa më të shkurt, mbrenda 2 minutave. Dë bëm presion, nuk lekojnë e të mendohesh, të shosh logjikën e kësaj. Edhe, vazhdon më aty që. Nëse nuk e lëshon 13 vetëve, 13 personave mbrenda ditës, do ju ndodhin sende shumë të mira, nëse u alshon, do t'ju ndodhin sende shumë të mira. Nëse nuk u alshon 13 vetëve, juve do ju ndodh një gjë shumë e keqe. Bile ne kërcnohen hoq. Para ndo fillojnë të kërcnojnë me Zotin, dhe me Zotit do të quhet asende shumë të këqija nëse nuk i lëshon çdo mesazhet në mobil. Mundohen të ta imponojnë se sevap i madh kona ti lëshosh 13 SMS-a në telefon miqve toj. E nëse si lëshon, pimkatit madh do të ndodhi diçka shumë e keqe. Brenda ditës e natë. Hoxha mpa, qeshjen e mpajtën, tha, qëfar përmbajtje tha kishin ato SMS-at? Thash, përmbajtje, asë një përmbajtje, hiq. Me njerë nejsën, pite teksi, thjesht, dërgoj këtë SMS 13 personave, brenda 2 minutave. A SMS i kur gjonë nuk shkruan. Do më thonë, kjo i biqë është SMS bosh. Vetëm fundat sugjerimin, dërgova 13 personave. Nëse dërgon, ndodh kjo, nëse se dërgon, do të ndodh çaj tjetër që i thash. E kur t'ja ka nes qeshe, hoxha. Shef mu e qesh. Thash, pse qeshën hoq? Tha, qeshi se me siguri këtë loje ka nes qaj menagjeri kompanisë celulare. Thash, pse? Po a i tha, va ka dërgu këtë mesazhin, tha, 2 personave. Veç 2 personave. Masë ndi këto di, 13 vjetëve va kanë të di, 13 vjetë bëjnë 26 persona. Ato 26 vjetët, ka 13 qereve, këto bëjnë tha 338 SMS-a. 338 veta. Ka 13 SMS-a gjdo njëri që i bëjnë prap, ato tha bëjnë 4394 SMS-a. Here 13 gjdo njëri tha bëjnë 57.122 SMS-a. Ka 5 dinar copa, për SMS ta bëjnë 28.500, jo 28.000, tha, pa bëjnë 285.610 denar. Kjo tha i bie, pjesëtim 61.2 euroja, 4.700 euro. Hoq, thash ka dale. Hoxha, jo në asijat feja, për në matematikën e zbere dinte. Unë 3 herë 6 se në gjesha, sa bonaj 78.000 SMS-a mi bën e sa bojnë. Thash, bol, hoq, më vazhdoj njerë, këta stop që taj të 4.700 euro e ndala. Kalzon, thash, këto se vape, ku shkojnë? Tha, nuk janë se vape, o shoq, po janë euro këto, euro. Këtë, tha, këto shkojnë llogarit kompanisë mobile. A dalin, tha, pi gjepave besimtarve, gjifrikin, mos ndodhet diçka, me nuk i qu, tha, 13 herë qatë SMS-in. Për çka të lloj besimtarësh jem të folë në shtënj? Besimtarët Facebookit, muslimanët Facebookit. Shumë manipulus të fejas, tha, shumë manipulus të fejas, tha, i një bojnë ju të rritë. E në ma e keqë, tha, e këtë kësaj është se shumica për jush, tha, hala, tha, nuk e dine, nuk jënë të vetëdishëm,
Sa keq i boni vitit e në fejes. Nuk keni të vedishëm, tha të marrë me qësë pumush. Për atë thajmi të full që besimtari merë, lutjet tha i bon në gjamaj, edhe në kokën e vetë, duke ju drejtu Allahut për çdo gjanë. Besimtari merë, tha nuk bën lutje në përmjet Facebooku deri te Allahu. Tha shlepe huoq, le se ma ftof e ketë. U duesh ka thash më duket në të rritë ta bëjmë një restart fejes, pise eftë shtënjë. Me u këthaj, thash, prap para Facebookit, me i bon lutjet prap si përpara, kur s'kishim Facebook, halis. Tha, një mu, si dujni, tha, bonja, për viti e kini, mamas, tha, ketë, tha, për viti. Ne, tha, imi të u kalzao, tha, se si ofene, si duhet aplikohet. Ju, tha, si do një qonja. O, henon, pa i mi dalë, tha, shket për rendi, kërkundi s'kanë mi.